Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell një mëngjes shumë të shpejt me gjevreka të mbushura në formë të tostave të ftohtë. Përgatitja e shpejt, nuk ju merr kohë, një mëngjes i shishëm, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij mëngjesi shumë shpejt dhe të shishëm. Na duhen gjevreka na duhet atë copë sa përgatisim për persona, em duke përgatit për 2 persona dhe të përdorit 2 gjevrek. Na duhen trongujt freskët, kashkavall, sallam, domate, mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës. Morim gjevrekat dhe i prejmë kështu në gjysmë me një flikë të mbret. Kam ndarë në gjysmë, është ndarë shumë mirë. Tash vendosim kashkavallin e prerë në feta. Kashkavall qumshti, patjetër duhet i vendosni. Tash do ja vendosim tronguj e freskët. Pra mund ta bëni me çfarëdo lloj mbushje. Mjaftueshëm është. Vendosim sallamën. Tomatat. Dhe ja vendosim pjesën e sipërme. Vërtet ka dalë shumë bukur. Tamam si ato tostat e ftohtë ka dalë. Mënyrën e njëjtë veproj dhe me gjevrekun tjetër. E ndaj në 2 gjysma. Bëjmë mbushje. Dhe gjevrekat janë gati për konsumim, kanë dalë shumë të mira, janë të buta, janë me një shije unike të paprovuara më parë. Besoj se ju ka pëlqyer motra dashura mënyra se si e kam përgatitur këtë mëngjes të shpejt. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë, ju bëf mirë, ju lutem këtë video ta ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.